il sogno che ho è un coro che sale a sognare. Kalimi i bujshëm i Xherdan Shaqirit tek skuadra e Interit në kampionatin italian dhe më tej edhe goli i parë i realizuar ndaj ekipit të Sampdorias në përballjen për eliminatorët e Kupës së Italisë i mrekulloi shqiptarët e interesuar për sportin më popullor të botës. Ishte një zhvillim që për shumë kënd plotësonte më së miri mozaikun e prezencës së lojtarëve shqiptar në serinë A. I pari ishte Erion Bogdani, i cili nisi të luante në serinë A qysh në vitin 2000. Panorama e prezencës shqiptare do të niste të merrte formë me mbërritjen në Itali, pothuaj në të njëjtën kohë, të Iglitares. 3 vjet më pas, në serinë A u shfaqe edhe Valon Behrami, më 2009 Blerim Xhemaili, ndërkohë që gjithçka u bë edhe më e plot në vitin 2011 me Lorik Canën dhe 2 vjet më pas me Trit Berishën. Sigurisht që mbërritja në serinë A e Xherdan Shaqirit, një prej sportistëve më të mirë me gjak shqiptar të gjitha kohrave, bëri edhe diferencën, por dikur ka pasur kohra edhe më të lavdishme. Così magnetico e precoce vantaggio, la Roma sfiora ripetutamente il 2-0 e si prende il lusso di sprecarlo con questo tiro di Kriesi. Komentatori italianë e quajnë Kriezzu dhe shumë kush mund të mos e perceptojë si emër shqiptar. Bëhet fjalë për Naim Kryeziun, një nga 3 futbollistët shqiptar që lanë mbresa në Italinë në viteve të vështira të luftës së dytë botërore. Ishte një periudhë kohore kur sporti kishte mbetur në hije për shkak të luftës. Dhe për rrjedhoj, historia e futbollit të këtyre viteve rezulton pak e dokumentuar, qoftë me të dhëna të sakta, qoftë me pamje filmike. Por të dhënat për futbollistët shqiptar janë edhe më të pakta, por më keq akoma, edhe vlerësimi i nivelit të tyre në fushat e gjelbra na ka mbërritur i fragmentuar dhe as pak real. Lushta dhe Kryeziu për 2 futbollistët e ardhur nga Kosova ishin vërtet 2 lojtarë të rrallë futbollit, të cilët treguan veten në kampionatin italian, i cili në vitet 30-40 ishte një nga më të fortë kampionatet të botës. Mos harrojmë që Italia ishte 2 herë kampione e botës, në vitet 1934, 1938, pra ishte një vend me një futboll shumë të zhvilluar. Dhe 2 futbollistë të ardhur nga Shqipëria, nga një vend jo shumë i njohur, aq më tepër nga Kosova që ishte në sundimin jugosllav në atë kohë, pra erdhën dhe bën një epokë, sidomos lushta tek Juventusi ishte mos lojtari më i mirë, të paktën një nga më të mirë në mënyrë absolute, duke qenë që ka shënuar pra një gol më tepër se një gol për 2 ndeshje. Kishte një ndeshje miqësore Italia me Zvicrën, ka arrit trajneri Pozzo, që ishte trajneri kombëtarës Italisë, që ta fuste në formacion Rizan. Një orë para ka urdhni nga shteti, nga nalt, nga qeveria, e qyshin ofesë, që të fusim ne lojtarët huj në Itali, shumë e kampionën e botës. Po meritojmë u fut deri në kombëtarët e Italisë. Rizaj, ishte fenomen. Me ekipin kombëtar kemi qenë në Moskë, na shkuam si hera parë që shkoshim me bën ndeshje në Moskë, në Bashkimin Sovjetik. Kishin ardhur edhe këta delegacion i Federatës Futbollit Italisë aty. Ne i themin e profesor Limi ta pyesim këtë, do të thonë për nivelin e Riza Lustrës me Riverën, që ishte një lojtar i mirë i kombëtarës Italisë. Se ishin të 12 qa. I thonë që ka mundësi, thotë të lojtarët tonë, thotë Limi, ati trajnerit, duan me ditë, thotë, çfarë përshtypje keni për shembull ju, Riza Lustra me Riverën, si nivel loje, e boni dorën kështu. Rizaj që ndronte më nalt. Dhe në fakt, po të shohësh statistikat, Gianni Rivera ka realizuar mesatarisht 1 gol në 3 ndeshje, ndërsa Riza Lustra 1 gol në 2 ndeshje. Por yllin e futbollit Gianni Rivera e njohin të gjithë dhe jo vetëm në Itali, ndërsa shqiptarin Riza Lustra pothuaj nuk e njeh askush. Ky është dallimi apo ndryshimi që duhet kuptuar. Por le të ecim sipas radhës. Ja, ishin minutat e fundit lojës. Një top i ardhur nga via fundore më gjanë mu këtu para portet. 1 metër, si shema. Godas topin me kokë, gjithë prishin gol, edhe unë vetë, kur topi ranë vi fatale, u një knelt, ra me shty e doli jashtë. Një gjanë tillë në vahumin edhe të kampionatit. Një nga 3 shqiptarët që mrekulluan Italinë e viteve të luftës së dytë botërore ishte shkodrani Loro Borici. Loro luajti nga viti 1941 deri në vitin 1943 tek skuadra e Lazios, ku shënoi edhe 6 gola.
Për fat të mirë, imazhet shqiptare të Loro Boriçit janë ruajtur, madje ekziston edhe një film dokumentar. Aty mastaj u paraqit ke skuadra e Lacios, ato pan që ishte një, si të kishte shumë dhunti, se në fakt, ju e dini që futbollist mund bëhesh, por disa dhuntisht duhet t'i kesh që ti qosh për para. Kurse Loro këto i kishte edhe të mira. Dhe si rezultat i kësaj, u lujti një 2 vjet, mos një vjet sa me ato shpresat që i themin, me njëherë ranë sytë specialistave, me njëherë për mënyrën se si lunte Loro, edhe deri vonë që maj menon, topat nuk shifte se ku i çante me sy. Shpesh herë i kthente shpinën portës. Kthente shpinën. Rritë mrapa dhe me shpinë hapte topat. Llogarit çfarë intuite kishte, të mos shoh shportën fare me sy dhe ta çosh topin ke unë që do të jam duke sulmu. Dhe nga kjo masaj Loro pati shumë, si të thosh, benefice në Lazio dhe e adhurun në fakt. Po me Lacion, qendër sulmues ishte Piola, i kombëtarës Italisë, kampion e botë ishte në fuqi Italia në ato vite. Se ishte lufta dhe 38-ën këshin fitu kampionatin botnor italian, edhe 34-ën, edhe ishte kampion e botë në fuqi. A ishte qendër sulmues i kombëtarës, Loro lute për bri ati Piolës, për bri me Piolën. Do më thonë ishte edhe Loro lojtarin, mjaft i mirë. Nashta jo në shkallë në këtë në dyve, po lojtar shumë i mirë. Edhe bile i neshje kemi pa e maj menu me Atalantën, edhe Lazio Atalanta, në Rom, edhe fitoi Lazio 3-2, një gol bile ka bëllë Loro atëherë, dhe lunë të si krah në djathë, si gjithë sulmos i djathë me Piolën. Një kujtim i Boriçit me Piolën, futbollistin më në zë të kohës. Karriera italiane e Loro Boriçit mund të konsiderohet modeste, por ajo që ai arriti të bënte pas kthimit në Shqipëri, rezultoi të ishte pothuaj geniale. E nis me vllazninë e Shkodrës, të cilën e ndihmon të dalë 2 herë kampion. Pastaj në fund i vitit 1928, unë shkova në radhë të ushtrisë për të kryer shërbimin në shtarak, ku vazhdova të luajshëm në ekipin përfaqësues të ushtrisë partizane. Gjithsesi, Loro Boriçi shkëlqen më tepër si kapiteni i skuadrës së ekipit kombëtar. Madje, fal mjeshtërisë së tij, si dhe lojtarëve të tjerë të kohës, futbolli shqiptar ka arkivuar titullin kampion i Ballkanit si të vetmin trofe ndërkombëtar. Ballkanian ishte lojtari që dallohesh nga 4 ekipet. Një nga lojtarët më të mirë të Ballkaniatës bitën sy Loro. Edhe me shënim golesh, edhe me organizëm, se Loro ka pas sa cilësi këtu të veçanta, ndryshe nga këta lojtarët e sotshëm të mëdhenjshëm. Loro jo vetëm që ishte rezultativ njëna tjetër, dominon të gjithë fushën, topin kom kështu dhe shikonte në periferi, kontrollonte shok e kundërshtar e gjithë njëna tjetër dhe bonte të gjitha ato veprime që duheshin bë. Domethënë kishte këtë aftësi. Pastaj ishte tip lojtari për shembull që po të kaste topin kom, nuk ja merrsha dot kollaj Loro, se pa të vinte në afërsi portës së njëna tjetër, kishte nuhanca goditje porte një. Dhe qëfar rrethana u shënua goli vetëm që në dha fitoren kundër Rumanisë? Me thanë drejtën ishte një aksion i bukur që nisi ekipi ju nga ana djathtë. Në një sitrim drejtim të 16 kundërshtare, në atë moment mplojt si kundërshtar, bën një ndërhyrje të rëndë, ka shi një sulmuesin tonë. Arbitri aty e dënoi atë gest me një goditje dënimit. Në këtë moment gjithë si të thush, mplojtësit kundërshtar u rreshtune. Qetësia po mbretërote në krejt stadionin, se në tilla raste gjithmonë pak a shumë adin pritet në gjëra jashtëzakonshme ose në gol si ti thosh ka një goditje dënimit të tillë. Këtë ndërkohë i ngarkuar për goditjen e dënimit ishte lojtari Teliti, i cili goditi me saktësi e me forcë e shënoi golin, i cili ishte mjaft i dëshirueshëm për gjithë ne që loshim, ashtu edhe për gjithë spektatorët, edhe me si thosh edhe në fund goli i fitores.
por Loro Borici shkëlqen edhe si trajneri i ekipit kombëtar. Stadiumin që Malstafa e viziton në kampioni e botës skuadra e Republikës Federale Gjermane. Ndërsa barazimi në Tiranë me ekipin përfaqësues të Republikës Federale Gjermane në vitin 1967 konsiderohet si një nga ndeshjet e tij më brillante. Ai boni një herë me ndeshje me gjermanët, që kemi dalë 0-0, futi një Ziu ka pas luajtur me Partizani nga Berati, mbrojtës i majt. E futi sulmues të majt. Po habitën njerëzit gjithë kur e panë. Shka bomër kë shumë futje, ma si punë të tifozët mas taj, ma ata shprehjet e tëne. Shka bomër kë shimër ka qitë, mbrojtësin e majtë ka qitë allat majtë këtë me Gjerman të njënë. Qa kë këshu në këmi? Aj, bo një punë kaq që rralë trajner, do më hojnë trajnera me famë botnore, për shemull që ti shkoj menjet me notë e gjatë tilë për variant taktik. Pse e boni këtë? Sepse Vox, aj mbrojtësi djallë Gjerman, aj dilte dorë për dorë në sulm. E boni për të paralizu atë Voxin e Gjermanisë, edhe e paralizoi. Kur ishte trajneri i ekipit kombëtar, nuk s'parapyste federatën për punë formacioni, se çdo seleksionoi, ka lënë jashtë futbollista që për atë kohë ta leje jashtë atë, thotë ç'është ky gjë, i lënë jashtë formacionit. Kishte konceptin e vet. Në këto kushte, ç'është vërteta, e kanë luftuar shumë. Po atë një shembull, ishte viti 67, ndeshje me Republikën Federale Gjermane. Bilbili i ndeshjes e gjeti bashkë aty. Edhe unë qesh me Borgji thash, hajde të kap në qafë. Edhe i thash, do të tashu dy e para që na knaqe për këtë ndeshje që dolën barazi, por ajo më kryesore që shplove. Ho, pse tha, lene i thash, pse? Ai e kuptoi mirë se e dinte. Shif çfarë ja kishin përgatit, them të drejtën, ç'a do merresh? Do e përzeni nga këto ekipet kombëtare. Nuk dihet nëse atë pjesë të talentit që Loro Borici e kishte më tepër se të tjerët, e mësoi gjatë kohës që luante në Itali për ekipin e Lazios. Por një gjë është e vërtetë. Ata që e njohin e konsiderojnë si lojtarin shqiptar më të kompletuar të gjitha kohrave. Ai ishte dhe mbetet si etaloni i më të mirit të mundshëm, qoftë në stërvitje, qoftë në fushën e lojës, qoftë në jetën e përditshme. Nëse dikush do të pyesi mua, cili është lojtari më i mirë i kompletu në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, edhe si figurë morale, edhe nga anë tjera teknike, taktike, përgatitje fizike, koncepti, unë veç Lorës nuk qis asnjë. Dhe të thonë tjerë tjo, po ky, po ai se nuk du më i zanë me gojë, për mu, ai ka qenë numër 1. Lorës nuk mund t'i vesh asnjë njollë në këtë anë. Në mënyrë absolute atë njollë. Vdik një personalitet. Them të drejtën, me u marrë me sporti, si që marrë Loro, ishte sakrificë shumë e madhe. Pse? Nga mëngjesi deri në mesnatës me sportin, familja don jo për kushtim, po don edhe të kujdese, don kohë, don fëmijë. Loro shpeshherë më thotë mua jam martu me futbollin. Ju keni 16 vjet që luani pa ndërprerje. Kujt ja kushtoni këtë? Kryesisht ja dedikoj stërvitjes të përditshme. Por edhe ndonjëherë mund ta kemi prish. Por i kthem kryesisht futbollistëve të rinj që të marrë një regjim të rregull, si shembull për këtë mund të marrim Loro Boricin. Por historia e Riza Lushtës dhe Naim Kryeziut, dy shqiptarëve të tjerë që mrekulluan Italinë e viteve të luftës së dytë botërore, është edhe më e pabesueshme. Që në moshë të njom, dy talentet që vinin nga Kosova u zbuluan aty rreth viteve 1933-1934 nga Selman Stermasi, ish lojtari dhe themeluesi i klubit futbollit Tirana. Ka dëshmitar që thonë se pasi i zbuloi, Selman Stermasi i ndihmoi të strahoheshin tek shtëpia e fëmijës. Por disa të tjerë thonë se ai i gjeti aty dhe duke nuhatur talentet, i mbajti afër dhe i stërviti. Ishte një përkujdesje pothuaj atërore që do të sillte në vazhdim një miqësi të pandërprerë deri në fund të jetës së secilit. Ishte 28 nëntor, i shkon në
shterin vërfnore, me i marrë këta djemët që ishin atje me pasportin, se ishte neshje, nuk e di me ke ishte neshje. Një po, Naimi i thot Selmanit, Rizaj nuk vjen, thot. Pse nuk vjen, i thot? Për nuk ka këpuc. Ashtu i thot, sa e ka numin e komës, ja tregon Naimi numin e komës, a i del, ble një par këpuc, dhe shkoj a vesh Rizaj, thot, vish i këpuc dhe hajde, thot, të shkojmë të shofish sport. I merë. Aty pasaj shkon të herë mas herë, ku kishte neshje, i merë të ato djemët. Jo vetëm këto dy, po merë të dhe tjerë. Po me këto dy ishte afru më tepër. Keni gjumë që kanë ardhur dy me perspektivë, 2-3 nga Kosova, janë sërhu në shpinë e fëmisë në Tiranë, i ka sërhu Selma Stërmasi, e ju interesu direkt. Ju vite keqe sen, edhe ndoshta me nëjë qikë, si më në tjenë se pas kanë dhona futboli, atëherë mund edhe t'i shfrytëzojnë, ndoshta bëhen futbolistë. Aty fillun do më thonë jetun, delëshin në stërvitje i morën këtë sport klub Tiranës atëherë, si 2-3 janë atje, po dukeshin që në stërvitje sen të regun që i kishin shenje që ishin me dhona, që përsa i takon futbol, të ishin talent. Që do mos ndër të veçantë, Rizaj ishte talent i lindur. Lushta ka ardhur në Shqipëri një moshë shumë të vogël. Ai ka ardhur këtu, ka qenë jetim ose gjysmë jetim, është marrë nga drejtuesi i klubit të asaj kohe Tiranës, që sot ne i themi president, zoti Selman Stërmasi. Një farë mënyrë thuhet, ata që i kanë njohur dhe brez pas brezi, mes dy brezash kanë ardhur pra fjalët e ka mbajtur si bir për shpirt, e ka futur në shkollë. Ja, te kjo fush që quaj Shalvarja, e vetmja në Tiranë e viteve 1930-1940, ndiqnin Lushta dhe Kryeziu lojën e më të rriturve, duke u ndërruar veten e tyre në majat e suksesit. Është e habitshme se si që të dy, qysh në moshën 15 apo 16 vjeçare, janë përfshirë në ekipin e parë të Tiranës, duke u shndërruar me një shpejtësi të pazakontë ndër lojtarët më të mirë të gjithë vendit. Po Rizaj kishte i gjoqi, kështu në pikpamjet nivelit, kulturës e shkollës, nuk ja thote shumë, që është e vërteta. Naimi ishte i qik ma i shkafët edhe për shkollë. Bile të regojshin këtu atëherë më kujtohet mu. Rizaj thote, ne aty ke banka ku ishte, majte i top leckë, të thonë dhe rritë të i zhonglu me topin e leckës ke banka shkollës. Bote për jashtë atje ke muri me shkumës i rreth rrumullakët, e rritë të gjujtë kur kishin pushim, me e quatje me precizion. Dhe madje sipas rregullave të asaj kohe ai nuk mund të luante duke qenë shkollë Tiranë, u detyruar e hoqi nga shkolla për ta marrë në një ndeshje vendimtare ndaj Vllaznisë, në cilin u vendos titulli kampion dhe Lushta pra vendosi disa rekorde në atë kohë me golat e shumura në kampionat, me golat e shumura në një ndeshje. Pra ishte një lojtar vërtet fenomenal, më i miri që ka pasur futbolli shqiptar në ato vite. Në kulmin e shkëlqimit tek skuadra e Tiranës, dy kosovarët u shënjestruan nga trajneri italian. Ishte viti 1938, kohë kur Mussolinin po përgatiste pushtimin dhe bashkimin e Shqipërisë me Italinë. Po ishin lojtarët më të mirë të Tiranës, të dy këtë, Riza Lusa me Naim Kryeziun. Arritën pastaj Italia me i kërku këta. Na jep neve, nuk i jep i thonë të ky. I duam ne. Mirë po kur hynë Italia këtu pastaj, tha këto s'kan për të pas hajër këtu, po ja jap Italisë më mirë. Ja shiti. Edhe paret që mori nga ato, nuk i majti për shoqinin, se e pa që ishte në shkatrim me sipër, ja dha atyre vetë. Naimit edhe Rizas, edhe hikën këto të dy. Këto nuk e harrun pastaj gjithë jetën. Ka ardhë Bari këtu në 38-ën, po Bari ishte ekip, do më thonë, nga ekipet e mirë të Italisë kampionatet, të kishte edhe lojtarët kombëtarës përrena. Ajo me bojnë neshje me ne, me ekipin kombëtar tonin, të Tirana ishte bazë, dhe që morën një nga kavaj në Qamil Teliti që ka qenë lojtari famshëm në i Balkaniatës. Fitoj Bari 2-0, aty ka humë Rizaj penalti, që nuk humë të kështë. Ka gjujt penaltin edhe humë ishë i fitoj Bari 2-0. Në të ko, trajneri Barit,
dhe përgjegjësi ata që kishin ardhur si çojtnues me ekipin, ju ranë syt të dy këto lojtarë dhe u futën tratativë me Selman Stërmasin. Që thanë këta dy që e kanë me të dhënë njëri tjetrin. Si është puna, për shembull, që ne kemi dëshirë se të marrim, të aktivizojmë atje, kanë edhe interes, mund të fitojnë në lek, jo si sot, po në atë kohë sa ishte mundësia me fjalë. Edhe ra dakord edhe Selmani për të ndihmu, po ju dha drejt në 38-ën kanë ikë në Itali të dy këta. Fillimisht dihet që Lushta shkoi në Bari, luajti me Bari, ranë syt Juventusit e pastaj klubi Juventusit e mori, ndërkohë që Kryeziu luajti me Romën. Ata kanë qenë dy më të mirët, më pas kanë pasur karrierë edhe me ekipe tjera, por këto janë dy kulmet, domethënë Roma dhe Juventus, dy klubet e mëdhenj të asaj kohe që fituan trofe dhe që ne kemi një histori, një lidhje me futbollin modern para viteve 40. Naim Kryeziu pati fat me Romën. Ai vetë ka rrëfyer se si vetëm 24 orë pas testimit, i pëlqyer tej mase nga drejtuesit e ekipit kryeqytetas, atë e thirrën në selinë e klubit duke i ofruar një kontratë si profesionist. Filluar nga viti 1939 deri në vitin 1947, Naim Kryeziu do të luante 122 ndeshje të plota me Romën, duke shënuar 27 gola, pa qenë një sulmues i mirëfillt. Duke pasur edhe shërbimet e kosovarit Naim Kryeziu, Roma u shpall kampione e Italisë në vitin 1942. Edhe duhet të thonë se veç këtij trofeu, deri në kohrat aktuale, Roma ka gjithsej edhe vetëm 2 të tjerë. Così magnetico e precoce vantaggio, la Roma sfiora ripetutamente il 2-0 e si prende il lusso di sprecarlo con questo tiro di Kriezio. Anche la replica di Anovazzi è alta. Naim Kryeziu ishte një sprinter i pazakontë. Ai përshkonte 100 metra në 11 sekonda. Pikërisht për shkak të shpejtësisë së lëvizjes në fushë, gazetarët por edhe tifozët nisën ta thrisnin Naim Kryeziun me epitetin Shigjeta e Tiranës. Fal saktësisë dhe shpejtësisë, ai lë vazhdimisht si guak mbrojtësit kundërshtar, duke u dhënë asiste të shkëlqyer për gol shokëve të skuadrës. Roma arriti të fitonte kampionatin vetëm fal dyshes ofensive Kryeziu Amadei, shkruan në gazetat më të mëdha sportive të Italisë. Në vitin 1947, Naim Kryeziu kaloi nga Roma tek ekipi i Napolit, ku sërish shkëlqen duke shënuar 39 gola në 168 prezenca. Shqiptari nga Kosova e la karrierën si futbollist në vitin 1954 me një bilanc prej 290 ndeshjesh dhe 66 golash në Serie A. Pas vitit 1954, Naim Kryeziu ju kushtua karrierës së trajnerit, por pa ndonjë arritje të njohur. Naim Kryeziu jetoi gjatë, ai mbylli syt në 20 mars të vitit 2010 në moshën 92 vjeçare. Në vitet e fundit të jetës, gazetarët kanë shkruar edhe për një takim të kërkuar nga kompozitori i famshëm italian Ennio Morricone. Tifoz i vjetër i Romës, ai që nga kohrat e rinisë e kishte ruajtur në kujtesë shqiptarin me cilësitë e një jashtëtoksori. Kujtoi se ai kishte një shpejtësi të frikshme. Si arrinte ta bënte këtë? Por ndërkohë që në vitin 1942 Naim Kryeziu fitonte kampionatin me ekipin e Romës, miku i tij Rizal Lushta shkëlqente me Juventusin duke fituar, po gjatë të njëjtit vit, Kupën e Italisë. Drejtuesit e Juventusit e kishin pikasur dhe bler Lushtën nga ekipi i Barit dhe në asnjë rast nuk ishin zhgënjyer. Përkundrazi, tek Lushta ata njihnin një talent për të cilin u vinte keq vetëm për një gjë. U vinte keq vetëm se ai nuk ishte italian. Për mu, Rizal Lushta është numri 1. Për shembull, Italia ta inkuadronte në 11 që përneshin miqësorën kombëtare, që ishte kampion e botës, merre me mend se çfarë talenti ishte, sa i aftë ishte si lojtar. Ai bënte mrekullinë në fushë, thonë në kampa. Nuk ishte lojtar i tmerrshëm. Kështu, ai për shembull më mend me neshje me Bolonjën, ishte i kombëtarës Andreola, e më mend, e ka bë për i lek. Juventus Bologna. Ai i kombëtarës italisë, i kampionës botës. Kishte burrë që e mande këtë po të kapte topin kom Rizal. Edhe i neshje për shembull Milano,
Juventus finalja kupës, ka fitu Juventusi 4-1, Gazeta Sportit se pa të nalta dilte, nuk thoshte Juventusi fitoi 4-1, lushta Rafi Milanën 4-1 se boni 3 gola dhe të katërtin ja dha ati sentimenti kwart ishte i lojtari kombëtarit. Ryza Lushta luante si mesfushor krahu, por ishte njëkohësisht edhe një makineri perfekte golash. Ai u ambientua shpejt me skuadrën, ndërkohë që gjatë sezonit të vitit 1942 shënon 16 herë, duke merituar postin e goleshënuesit më të mirë të ekipit. Një vit më pas ai do të shënonte 17 gola, ndërkohë që luante mes lojtarëve më genial të Italisë. Në 5 vjet Ryza Lushta luajti 95 takime me fanellën e Juventusit, duke shënuar 56 gola. Gjithsej ai luajti 170 ndeshje në Serie A, duke shënuar 68 gola. Një mesatare golash që rendit atë mes të huajve më të mirë të gjitha kohrave që kanë luajtur në skuadrat italiane të Series A. Ryza Lushta e la futbollin në vitin 1954, ashtu si edhe Naim Kryeziu, por jeta e mëpasme për yllin e Juventusit dëshmohet këtë qenë e vështirë. Lushta detyrohet emigrojë në Shtetet e Bashkuara, ku për gati 20 vjet me radhë punon si kujdestar ashensori në një pallat. Por edhe pse mes hallesh të mbijetesës, edhe pse shumë larg, ai në asnjë rast nuk harron mirëbërësin e tij, profesorin Selman Stermasi, për shëndetin e të cilit kujdeset sikur ta kishte të atin. Këto janë disa nga letrat e shumta që Ryzai ja ka dërguar profesorit të tij Selman Stermasi në Tiranë. Ndërsa përmbajtja nuk ka vetëm fjalë malli. Si të kujdesej për një njeri të familjes, Lushta ka shkruar edhe këshilla mjekësore, duket të marra pas konsultave me mjek në Itali dhe Amerikë. Ikën atje, ato nuk e harruan kur këtë nder që i bani ky njeri. Deri ditën që vdiqën. Ne kishim korrespondencë me ta. E pyetën ke nevojë për ilaçe, ke nevojë për gjë. Për ilaçe, po, i kërkonte në një ilaç që nuk gjendesh këtu. Kurse për gjëra tjera, jo, tha s'kam nevojë. I thot Ryzai, i thot Selman, thot kam dëshirë, thot me të çu një televizor, si e ke qef? Si të dush ti, thot, po mos u shpenzo për mu. Nuk ka shpenzim i madh, thot. Për mu nuk është asnjë shpenzim i madh se ti ke bërë shumë për neve, thot. Unë do të dërgoj, edhe e dërgoj televizorin. Ma televizor pastaj vishin të gjithë që shikojshin sportin, kur kishte ndeshje sport. Mushesh kjo dhoma, nuk kisha karrike ku t'i vesha njerëzit dhe ulshin për tokë. Për shumë kënd i vlerësuar si futbollisti shqiptar më i miri i të gjitha kohrave, Ryza Lushta mbylli syt në Torino në vitin 1997, në moshën 81 vjeçare. Gazetat shkruanin se në vitet e fundit të jetës, ai kishte mbetur pothuaj i braktisur nga familjarët dhe shoqëria. Kështu, Ryza Lushta u varros në heshtje në një qytet që dikur o shëtinte prej e honës së emrit të tij, e thërritur në kor nga mira tifozë të egzaltuar prej lojës së shqiptarit në stadiumin olimpik të Torinos.